Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Në këtë video do të flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve. Si ta ndihmojmë dhe ta stimulojmë fëmijën që të flasë. Ne do të ndajmë disa këshilla dhe teknika që mund të përdorni për të përmirësuar aftësitë gjuhësore të fëmijës tuaj në mënyrë efektive. Qëndroni me ne dhe mësoni se si mund ta ndihmoni bebin tuaj të bëjë hapat e parë drejt të folurit. Fëmijët fillojnë të mësojnë fjalët e para rreth vitit të parë të lindjes. Gjatë kësaj periudhe, truri i tyre zhvillon lidhjet midis tingujve dhe kuptimeve. Fëmijët mësojnë gjuhën duke dëgjuar dhe imituar të tjerët. Megjithëse nuk mund ta nxitoni zhvillimin natyror të fëmijës, ju mund ta ndihmoni në rritjen e aftësive të tij gjuhësore. Si mund ta ndihmojmë apo ta stimulojmë bebin të flasë? Disa mënyra janë: komunikimi vazhdueshëm. Duhet i vlisni fëmijës tuaj fjalë të thjeshta dhe të kuptueshme edhe kur mendoni se ai nuk ju kupton, sepse dëgjimi i vazhdueshëm i fjalëve stimulon të folurën. Një mënyrë tjetër është leximi i librave duke i përshtatur me moshën e fëmijës. Pas leximit, mundohuni ta diskutoni historinë, sepse kjo metodë, përveç se stimulon të folurën, zhvillon trurin dhe imagjinatën e fëmijës. Është e rëndësishme të përdorni mimika dhe të shprehni emocione gjatë leximit, sepse kjo ju ndihmon ta mbani të koncentruar fëmijën. Bisedoni rreth çdo aktiviteti me fëmijën. Ju mund të krijoni një lojë apo të bëni aktivitete të ndryshme, por gjithmonë mundohuni të flisni për çdo gjë rreth jush. Për shembull, nëse po zhvilloni një lojë me ngjyra, mund të thoni: "Ta marrim ngjyrën e kuqe, sa e bukur është ngjyra e kuqe." Kjo i ndihmon fëmijës të mësojë ngjyra dhe gjëra të tjera. Gjithashtu, nuk duhet të bëni shumë pyetje fëmijës. Për shembull, ku është ngjyra e kuqe? Ma jep ngjyrën e kuqe, cila ngjyrë është kjo? Sepse kjo është presion, dhe nga pyetjet e shumta, fëmia edhe nëse e di përgjigjen, nuk përgjigjet, sepse friksohet se mund ta ketë gabim. Shprehni interes për atë që bën fëmia juaj. Nëse flisni për gjërat në të cilat ata janë të përshëndruar, ata kanë më shumë gjasa t'i dallojnë tinguj dhe fjalët më shpejt, sepse po mësojnë për gjërat që duan të dinë. Mos e detyroni të flasë në momentin ku nuk është i gatshëm, kur nuk ndihet i sigurt, apo edhe kur prezent janë disa njerëz të tjerë. Mbani të fikur televizorin. Fëmijët e kanë më të vështirë të sintonizohen me zërin tuaj dhe të mësojnë fjalë të reja, ku në sfond po zhvillohen biseda të tjera. Kjo do të thotë që televizori mund të jetë një problem i vërtet për mësimin e gjuhës. Jeni të vëmendshëm. Fëmia është gjithmonë duke u përpjekur të komunikojë me ju. Prandaj, keni parasysh gjeste dhe shprehje të ndryshme të fytyrës. Është e rëndësishme t'i tregoni fëmijës se po e dëgjoni ose po kuptoni, duke ju përgjigjur kur ai bën gjëra të tilla si nxjerrja e gjuhës jashtë, shtrirja e krahëve, shtrëngimi i grushteve ose edhe gjeste të tjera. Gjithmonë merrni trajtimin e asaj që ju doni t'i mësoni fëmijës. Fëmijët zakonisht janë të interesuar edhe kurioz për gjëra që nuk i takojnë moshës së tyre. Prandaj, kur fëmijët bëjnë pyetje që nuk duhet të marrin përgjigje, ju duhet t'i tregoni që kur të rriten do të bisedoni rreth kësaj teme. Gjithashtu, është e rëndësishme të mbani kontaktin me sy. Jo do të jeni në gjendje t'i dalloni gjestet e vogla që ata bëjnë kur përpiqen të komunikojnë me ju, dhe do ta keni më të lehtë të shihni se çfarë tërheq vëmendjen e tyre. Nëse fëmia juaj arrin një moshë të caktuar dhe ende nuk flet, nuk do të thotë që fëmia ka ngjecë zhvillimore apo autizëm. Ju duhet t'i kushtoni vëmendje detajeve nëse mund t'ju çojnë një diagnozë apo jo. Përndryshe, në ditët e sotme, fëmijët flasin më vonë për arsye të ndryshme. Për shembull, mungesa e stimulimit të mjaftueshëm gjuhësor, mos socializimi me moshatarë dhe njerëz të tjerë, mos bisedimi me fëmijën, dhuna, pajisje teknologjike, telefona, televizorët e tjerë. Pajisjet teknologjike mund të ndikojnë në mënyra të ndryshme. Ato kufizojnë të shprehuren sepse vazhdimisht ka stimull auditiv dhe vizual, që do të thotë vetëm dëgjojnë dhe shikojnë. Në vend që të zhvillojnë imagjinatën për të menduar dhe krijuar lojra, fëmijët përdorin aplikacione të ndryshme për të kaluar kohën e lirë. Dhe gjithashtu, një pengesë e kohës së sotme është që lojra dhe programet që preferojnë fëmijët janë në gjuhë të huaja.
Nuk duhet t'i lini fëmijës të dëgjojë shumë fjalë apo gjuhë të huaj derisa ende nuk e ka zhvilluar plotësisht gjuhën e nënës. Në momentin që fillon të flasë dhe përvetëson të folurën, mund t'i lini të kalojë kohë me telefona apo pajisje teknologjike me kohë të caktuar. Tani do të tregojmë disa këshilla për të stimuluar të folurën sipas moshës. Shembull: 0 deri në 6 muaj. Mbajini fëmijën tuaj afër dhe shikojeni derisa i flisni. Foshnjat i duan fytyrat dhe do t'ju shikojnë kur ju bisedoni me ta. Bisedoni për atë që po bëni, ndërkohë që i ushqeni, i veshni apo edhe i lani. Këndojini fëmijës tuaj sepse kjo i ndihmon ata të përshtaten me ritmin e gjuhës. Gjithashtu, përsëritni tinguj që i bën fëmia juaj. Është e rëndësishme të cekem që po në këtë moshë ju mund të shikoni nëse fëmia juaj ka zhvillim të shëndetshëm të trurit apo bëhet fjalë për ndonjë anomali të mundshme. 6 deri në 12 muaj. Kur bëhet fjalë për fjalorin e një fëmie, ata kuptojnë shumë më tepër se sa mund të thonë. Për fëmijët në këtë moshë, përdorimi i gjesteve si komunikim jo verbal është një aftësi e rëndësishme që mund t'i inkurajoni. Emërtoni dhe tregoni gjëra që mund t'i shehni. Për shembull, shikoj një mace. Kjo ndihmon fëmijën tuaj të mësojë fjalë dhe me kalimin e kohës ata do të fillojnë t'ju kopjojnë. Duke u rritur fëmia, shtoni edhe më shumë detaje. Për shembull, shikoj një mace e zezë, gjithmonë duke e zgjeruar fjalinë. 12 deri në 18 muaj. Nëse fëmia juaj po përpiqet të thotë një fjalë, por e ka gabim, ju thuajini fjalën siç duhet. Mos i kritikoni ose mos i qortoni ata për gabimin e fjalës. Rritni fjalorin e fëmijës duke i dhënë atij mundësi zgjedhje. Për shembull, doni një mollë apo një banane? Doni të luani apo të vizatoni? Gjithashtu, lodra dhe libra që bëjnë zhurmë do të ndihmojnë në aftësitë e të dëgjuarit të fëmijës tuaj. 2 deri në 3 vjet. Ndihmojini të ndërtojnë fjali. Fëmia juaj do të fillojë të bashkojë fjalë të thjeshta rreth kësaj moshe. Përpiquni të përgjigjeni duke përdorur fjali më të gjata. Gjithashtu, tërheqni vëmendjen e fëmijës duke thënë emrin e tij në fillim të një fjalie. Nëse bëni pyetje, jepini atyre kohë për t'ju përgjigjur. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.